Shikues të nderuar, ju përshëndes, ky është edicioni informativ në televizionin Alpo. Dita e Epifanisë, ose e njohur ndryshe si Dita e Ujit të Bekuar, është festuar nga të gjithë besimtarët e krishterë në gjithë vendin, edhe në qytetin e Gjirokastrës, pavarësisht temperaturave të ulta. Ky ritual është kryer pranë ujrave të lumit Drino, ndërsa kryqi është pritur nga njëri nga qyteti Memaliajt. U kremtua në Gjirokastër Dita e Epifanisë, ose që njihet ndryshe Dita e Ujit të Bekuar. Ceremonia e rastit u mbajt në katedralen e re të qytetit, ku besimtarët janë lutur për më shumë paqe e harmoni mes tyre. Është një ditë e shënuar për të gjithë të krishterët, besimtarët ortodoks, por kjo është ditë e veçantë sepse është pagëzimi i Zotit Jezu Krisht në atë dhe është një ditë e shënuar për gjithë besimtarët, gëzuar për shumë vjet. Sot është një ditë e bekuar për të gjithë të krishterët ortodoks. Dita e Ujit të Bekuar simbolizon pagëzimin e Krishtit dhe ju urojmë të gjithë ortodoksëve ta kalojnë gëzuar. Sot është uji i bekuar, u pagëzua Krishti, edhe e kemi enthimo, si ta thomë tani, se nuk di edhe mirë shqip, është dita e shënuar për neve krishterët. Dita më e mirë për Zotin. Vini çdo vit? Vim çdo vit, jemi besimtar të pa. Kjo ditë simbolizon një ditë shumë të shënuar, pasi në ujrat e Jordanit është pagëzuar Zoti Krisht. Kështu që ne të gjithë të bashkuar, të gjithë besimtarët ortodoks e festojmë këtë fest, gjithashtu urojmë dhe besimtarët e tjerë gëzuar vitin e ri e të gjitha festat së bashku. Më pas, kortezhi i besimtarëve i është drejtuar urës së lumit, aty ku çdo vit tashmë zhvillohet hedhja e kryqit. Ceremoninë e drejtoi Papa Jani, i cili me urimeve u shpreh besim plot se kjo ditë dhe shumë të tjera duhet të përcjellin tek të gjithë sa më shumë paqe e harmoni. Është ngjarje e madhe historike në Ungjillin e Shenjtë, e cila na përcjell mesazhe të shumta gjithë njerëzimit. Është mesazhi pikërisht i shpëtimit, dhe ky shpëtim nis nëpërmjet pagëzimit të shenjtë. Misteri i pagëzimit të shenjtë është marrëveshja e re e Zotit me njerëzit. Urojmë të gjithëve gëzuar me më tepër dashuri në këtë botë të plot mbushur me mëkat dhe urrëtie dhe tmerre. Mesazhi i Kishës Ortodokse dhe i kryepiskopit ton Anastas është pikërisht që në këtë botë ne guxojmë edhe shpresojmë. Le të kemi pra më tepër dashuri të vërtet, më tepër paqe në shpirtrat tona, më tepër tolerancë, më tepër solidaritet, më tepër paqe, më tepër shpresë. I riu nga Memalia Enea Kondo u bë edhe shpëtimtar i kryqit për zonën e Gjirokastrës. Jam student i akademisë teologjike në Shëmlash në Durrës. Edhe gëzuar të gjithëve, paqe mbarësi për të gjithë. Besimtarët kanë marrë nga kisha ujin e bekuar, i cili përdoret gjatë gjithë vitit për të sjellë fat dhe mbarësi në familjet e tyre. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, vijon ende fluksi i kthimit të emigrantëve, të cilët kthehen tashmë pas festave të fundvitit në shtetin helen, ku edhe jetojnë e punojnë. Për gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar rreth 4800 emigrantë, ndërsa nga pika e kalimit kufitar të Kakavijes po punohet me kapacitete të plota për të evituar radhët në këto temperatura të ulta. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes vjen ende të ketë një numër të lartë qytetarësh shqiptarë të cilët të rikthehen në vendet e tyre të punës. Një numër i lartë qytetarësh zgjedhin dhe të kalojnë përmes kësaj pike, ku vetëm për gjatë 12 orëve kanë hyrë në vendin tonë 2295 shtetas, ndërsa kanë dalë po për gjatë këtyre 12 orëve 4264 shtetas. Nga ana tjetër, vetë migrantët shprehen të kënaqur me të gjitha shërbimet, duke cilësuar këtë si një vit të mbar dhe pa u shoqëruar me probleme, ndryshe nga vitet e kaluara në pikën doganore të Kakavijes, ku ka pasur radhë të gjata, sidomos nga pala greke. Keni kohë Shqipërisë tani në këtë moment? Jo, 5 minuta. Besoni se do të kaloni shitën në palën greke? Besojmë, shpresojmë.
Jetoni familjarisht në Greqi? Po. Shumë e qetë, se prisim kështu soj. Shumë e qetë ishte edhe ku kthehen. Po nga pala Greqi besoj se do keni probleme? Se di në shonë është. Greqi për të vazhduar punën apo jo? Po. Aty jetoni? Aty jetojmë, po. Prej sa vitesh? Prej 8 vitesh. Ju kanë krijuar probleme kur u kthyet dhe tani që do të... Jo, as pak, vetëm kur erdhëm kishte shumë radhë, më thënë kjo ishte gjitha, edhe që nuk punonin të gjitha sportelet. Po tani? Tani nuk e dim, kur të shkojmë, kur të shkojmë. Keni shumë që prisni tani? Tani jo. Me sa shikojmë, funksionojnë të 3 sportelet rregullisht. Po nga pala Greqi, besoj se do kaloni një dhoj? Nuk e dim, këtë nuk e dim, po nuk besoj. Është edhe parë që kalojmë këte, se kalojmë nga qafbota gjithmonë. Mirë. Po kur u kthyet, nga u kthyet? Nga qafbota. Kalojmë shumë mirë. Po këtu tani keni shumë që prisni? Tani sa erdhëm. Ku erdhëm s'kishte njëri faktikisht. Kemi ardhur nga data 23 dhjetor. Nuk ishte lëvizje, autobusat ka se për arsye dihet që njerëzit tani është krizë dhe nuk ka mundësi. Nuk kemi pas ndonjëherë probleme deri tani, edhe nga pala shqiptare dhe nga pala greke nuk kemi pas ndonjëherë probleme. Tani dihen ata se themi dihet kush është i miri dhe kush është i keq, po ta themi kështu. Ju jetoni në Greqi prej vitesh? Po, kemi. Me dokumente të rregullta? Po. Një numër i lartë mjetesh kanë hyrë dhe dalë nga kjo pikë, ndërsa shumë emigrantë zgjedhin që të kthehen në vendet e punës me autobusët e linjave. Forcat zjarfikse kanë bërë një bilans të vitit 2016 lidhur me situatën, përgjithsisht ajo është paraqitur e mirë, por më shqetësuese kanë qenë zjarret në Pyje Kullota, konfirmon kreu i MNZSH-s Gjirokastër Kujtim Bishga. Forcat zjarfikse kanë bërë një bilans të situatave emergjente për gjatë vitit që lan pas. Shefi MNZSH-s Gjirokastër Kujtim Bishga bën të ditur gjatë një interviste dhe për radio televizionin Alpo se situata e vitit 2016 mund të përkufizohet përgjithsisht e mirë, edhe pse nuk kanë munguar rastet emergjente, ndërsa më problematike kanë qenë ndërhyrjet në Pyje Kullota, një fenomen tashmë i njohur ku në shumë raste për shkak të distancës, vetë forcat janë aktivizuar me mjete rrethanore. Për sa i përket vitit që kaloi, viti 2016 ishte një vit me intensitet pune në drejtorinë e MNZSH-s të Bashkisë Gjirokastër. Dhe konkretisht aktiviteti i saj për këtë vit ka qenë i tillë. Sektori ndërhyrjes ka realizuar rreth 275 ndërhyrje operacionale. Nga këto 116 janë vetëm për shpëtim. Po kështu, po ta krahasosh me vitin e kaluar, kemi një farë ulje të numrit të zjarreve, sepse zjarret gjatë këtij viti, gjatë vitit 2016 janë 161. Zjarre gjithsej. Nga këto 98 janë vetëm në Pyje Kullota. Dhe po ta krahasosh me një vit më përpara, kemi rreth 30% ulje të numrit të zjarreve në përgjithësi. Po kështu kemi edhe një ulje të numrit të zjarreve në Pyje Kullota. Megjithatë, viti që kaloi ishte problematik për zjarret në Pyje Kullota, për arsye sepse edhe koha ishte shumë e thatë, bimësia ishte shumë e madhe sepse gjatë kohës së pranverës kishin rënë shira dhe bimësia ishte shumë e lartë dhe detyrimisht zjarret ishin më të mëdha. Kemi pasur problem sepse zjarrënjet pothuajse në përgjithësi në Pyje Kullota kanë qenë të qëllimshme nga blegtorët për të krijuar kushte sa më të mira për bagëtinë gjatë kohës së dimrit, duke mos menduar që dëmet që shkaktohen nga zjarri janë më të mëdha se sa ato që fitojnë ata. Për këtë arsye në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit kemi ndërhyrë, kemi ndaluar persona të cilët kanë vënë zjarrin në Pyje Kullota. Megjithatë, dëmet kanë qenë shumë të pakta, për arsye sepse ndërhyrja jonë ka qenë shumë e saktë, shumë e shpejtë në bashkëpunim edhe me 2 ndërmarrje të bashkisë, me policinë bashkiake dhe me ndërmarrjen komunale të bashkisë. Interesimi i kryetares së bashkisë ka qenë shumë i madh. Detyra dhe urdhrat që na ka vënë ajo kanë arritur deri në atë pikë sa dëmet në Pyje Kullota kanë qenë shumë të vogla. Për gjatë 2016-s, forcat zjarfikse në Gjirokastër kanë operuar edhe në ndihmë të ndërhyrjeve emergjente në qytete të tjera të qarkut. Një apartament është vjedhur në Gjirokastër dhe ndonë se ngjarja është fshehur dhe nuk është raportuar nga policia. Ajo bëhet e ditur dhe denoncohet nga vetë qytetari. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 18 shtatori. Një apartament është vjedhur në Gjirokastër, ndonë se ngjarja nuk është raportuar nga policia, mësohet se grabitja ka ndodhur në lagjen 18 shtatori pranë tregut të qytetit. Shtëpia ishte në pronësi të shtetasit Melo Prifti, i cili është një tregtar i njohur mishi në Gjirokastër dhe zonën përreth. Nga burime jo zyrtare, bëhet me dije se i zoti i shtëpisë
pretendon se i janë vjedhur rreth 60 milion lekë të vjetra. Policia ka shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje, nëse kanë ndjeni për ngjarjen, po deri më tani nuk dihen autorët e kësaj ngjarje. Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë për amnistin për të gjithë të burgosurit do të nisë në datën 14. Nga kjo falje, qeverisë përfitojnë disa dhjetra të burgosur, mes të cilëve gra dhe të moshuar që vuajnë prej vitesh dënimin në burg. Amnistia për personat që vuajnë dënimin në burgjet shqiptare do të nisë më 14 janar, kur të mbushen 15 ditë nga publikimi në fletoren zyrtare të qeverisë. Janë 4.000 të burgosur që do të përfitojnë, 670 prej të cilëve duke fituar lirin. Amnistia do të jetë në 2 faza dhe e para do të nisë me lirimin e grave e më pas të meshkujve të moshuar. Faza e dytë do të nisë me aplikimin e uljeve të dënimit për ata të burgosur që nuk përfitojnë lirin. Drejtoria e burgjeve ndërkaq ka nisur përpilimin e listave të dënuarve që do të lirohen e që do të kenë ulje të kohës së dënimit. Ndërkaq, pas festave të fundvitit, është kufizimi për lejet shpërblyese. Temperaturat për gjatë fundjavës do të shënojnë një ulje ku sipas meteorologëve do të arrijnë deri në -15 gradë Celsius, ndërkaq që ditën e sotme në qytetin e Gjirokastës janë vrejtur edhe rreshtet e para të dëborës. Moti do të përkeqësohet në fundjavë. Temperaturat nën 0 gradë Celsius dhe erërat e fuqishme pritet të sjellin nesër një situatë problematike në mbar territorin e vendit. Meteorologët bëjnë të ditur se dhe në ditët në vijim në vend do të mbizotërojnë temperaturat nën 0 gradë Celsius. Ata theksuan se vetëm ditën e sotme temperaturat kanë rënë me -6 gradë Celsius krahasuar me një ditë më parë. Ditën e shtunë temperaturat priten të shënojnë sërish rënje me -5 e deri -7 gradë Celsius. Zonat më problematike nga moti i keq sipas meteorologëve do të jenë Peshkopia, Bulqiza dhe Kuksi, ku pritet që temperaturat të shënojë vlera deri në -17 dhe -20 gradë Celsius. Gjithë territori ditën e nesërme do të jetë nën temperaturat 0 gradë me minus. Në disa zona do të shkojë edhe -17, -18 dhe deri -20 gradë Celsius. Të shtunën do të ketë dhe era të fuqishme që do të sjellin përkeqësim të situatës. Problematike do të jenë edhe zonat e juglindjes. Në zonat veriore ku vetëm në Tiranë do të shënohet -6, por edhe -7 gradë Celsius. Ka qenë këto kronikat e përgatitura për këtë edicion. Ju falenderoj për vëmendjen, ju lë në shoqërinë e programeve në vazhdim, bashkë do të ritakojmë në të tjera edicione.